me thonë ai që më ka deptu nanaja, vjen keq. 3 kg e 650 gram e kam linë. Aja ma fut grushti këtu, ma ka gjidhani, ne? Unë e kam pa foto. Plak me ti, e u dridhësha, kur kam shku të policia unë. Sopla vire italiane, me më thanë mu, putani. Ashtë me vu dorën të arkivolli e më nuk du Arseni, se më pa kjo ranë. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni dhe të klikoni poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme, unë do të hap dritaren për një nën, ajo është 80 vjeç, është shkodrane dhe quhet Zonja Saime, e cila ka parë një video përpara disa muajve, kur i biri i saj, zoti Arsen, së bashku me bashkëshorten, një shtetase italiane, Zonja Sadia, kanë qenë të dy së bashku këtu në live me Odetën dhe kanë treguar historinë e jetës së tyre dhe Arseni ka pretenduar se zonja pikërisht Saime, që e ka rritur, është nëna që e ka adoptuar dhe ai ishte në kërkim të nënës biologjike. Por kjo 80 vjeçare është prekur shumë kur e ka parë këtë video dhe kërkon që sot të reagoj. Por për gjithë ata që nuk e kanë ndjekur historinë e Arsenit me bashorten e tij, zonjën Sadia, unë dua të prezantoj një klip të shkurtër dhe rikthehemi. Jam të kërkuj nënë, jam ja adoptu. A ke folur ti me nënën dhe babain tënd për këtë ngjarje, për këtë histori? Po tek në 2003, me 27 janar në 2003, infrakt, edhe nuk ka kënë infrakt. I gota ti e hopi, për nënë i kolonja 2 hapa, pi për të mëk. I bani edhe i loj kësoj, pi një 2 hapa të aeroporti, po i la hapa për zemër, e kuptova unë, i thosh, që të boj, thosh, unë për zemër, i thosh, ka për vjeli, thosh. Meri flok, tha, bani test ADN. E shavi këte, edhe mund që mund, tha, bëh pro, tha, më prek tia, futi shkop kësë, kaj. U spregu me, i thosh, da mi thosh me bëhet, na i thosh, në bjerë, i shtolla shpine, na në bjerë, i thosh, më ti thosh i tu. U spregu i thosh me dorë ty, i thosh. Nuk pregu i flok i thosh, në qëtë do me bëha test, dik i thosh, po denun të i thosh. Këte është pak edhe e qartë, se unë e di se që kam jetu, që kam përjetu prej sot edhe 38 vjetë. Bas, atë që një e ju në zemër stene, unë pesh du vetëm nanën temë, pa atë me gjak, jo atë po gjak. E dëgjuam Arsenin dhe bashorten Sadia që treguan një histori të ndërlikuar, por edhe shokuese nga ana ime, sepse Arseni kërkonte nënën biologjike dhe rrëfeu se gruaja e tij, me vizitë që kishte bërë në Shkodër tek familjarët e tij, ishte përdhunuar dhe ngjarja ishte vërtet alarmante, shokuese dhe policia nuk ishte arrestuar asnjë person. Por gjithsesi, të gjithë këtë histori, këtë video të plot, e ka parë nëna e Arsenit, 80 vjeçaria zonja Saime, që po më pret, kështu që do e hap dritaren, do e ftoj të zonjë për ta dëgjuar edhe zërin e saj dhe për të na treguar se çfarë ka ndodhur me të birin që ajo e rriti. Saime, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje edhe unë ty. Uroj ti jesh mirë. Faleminderit shumë zemër, faleminderit shumë. Më telefonove përpara disa ditëve, sepse ti kishe parë një live që unë kisha bërë me djalin tuaj në Itali, mos gaboj me emrin, me Arsenin dhe gruan e tij, Sadian. Po. Tani në fakt unë u çudita kur ti më telefonove dhe më the që unë jam nëna e tij, sepse ai pretendonte që nëna që e kishte rritur nuk ishte ajo biologjikja. Odeta, unë kam 6 fëmijë. Ky ka kënë 6. Unë nuk kam pas nevojë me marrë fëmijë u hapë. Se unë jam një grua e vultur në te Zoti. Jam rrit me sakrifica shumë të mëdha. 2 vjeç unë ka lënë baba. E kena e keq më rrit. Atëherë 55 vjeç unë ka dek baba i të fëmijë, vetë kam kënë burr, vetë gru. Po kam punu tanë jetën me nërshmërinë më të madhe. Kudo që kam punu, fotografia jeme ka kënë sa potreti e në verhorsh dikur. Per punë të mirë që kam ba. Ta shti po deshe më beso, po deshe mos më beso. Jam e tjilë si që ka thonë djali me gjitha te. Më vjen keq, se noshta i nanë vetë. Po? Noshta ke nanë. Pa tjetër. Kam nënë dhe jam bërë vetë nënë. Une më ka dhe keq se është djali jem, më vjen turp që është djali jem, edhe djali i Sabri Drams. I ati babës mirë. Ati shkishte lanë gjahë pa full. E ka mytë nana babën
mi ka ra gru Shkop. Me pa me e ditë historim, pra ne, tash në asë në Shkodër, si me nanën tane kisha ba muhabet me ty, që kam ekun prej ti. Tash njeri i drogum, sa ma lërg me te. A i ka keni martum, ka 2 fëmi, ka pas i grut mrekullueshme, në edhe sot ja dona grune të ti. Edhe sot e dona. Se aty se kishte qitë që ka grune 2 fëmi. Se ka qenë? Ashtë gjyna. Ka qenë i martuar në Shqipëri dhe ka fëmijë Arseni? Grue mirë, grue edukume, prej shpis mirë, prej babs mirë, prej nanës mirë. Ata nuk mënine, fajti ka djali. Unë edhe sot i respektoj ata. Me gjithse janë larga, din janë në Itali, unë jam në Shqipni, po kur takohem në herë me ta, unë i respektoj, se janë gjyshret e nipave të mi. Arseni nuk ka diftu. Arseni ka diftu vetëm diqa që i ka konë menja. Aja droga që apin. O me manë mu cingarin me ashtë më s'ka. Unë jam munu me, si me thonë, me një muaj, me aprue, lene drogën e lene gjanët, a din? Po, e din vetaj. E dashur Salime, të dy janë përdorus të lëndëve narkotike, edhe djali dhe nusja? Dhe dy, djali, kura pa me këtë. Noshtë edhe ma përpore, për nane e vështë e funit. A din? Edhe është aja fjalla, thmi s'keq i shahet nana. Unë nuk jam e tjilë, pa jam një gru që më respekton të anë lagje këtu, e ta në shoti ku jam rritë, edhe ku do që i kam punu. Edhe kam pas punë me përgjësibile, se atërë se unë jam 80 vjeqe gati, a din? Jo kam këtë kryetari grujet, jo sekretari grupit partis, jo kryetari komitetit personal që tjere, nështë pa iman men se e gazetari i shqutë. E qartë të kuptoj. Edhe jo, me folja i për nanin, më ka adeptu nane, ja me shpirë, s'kam pas nevoj me adeptu. Edhe s'kam pas nevoj, e ka mytë nane babin. Qfar babit ka pasaj që burë ma të mirë në Shkodër s'ke mujtë me gjithë. Babin, e jo me mytun, në kena kënë si shokë me burin tem. Edhe unë hala punoj, po deta, që pa ta diftoj punën teme, që shpirë. Se i ka fut nusja këtu me bërë pasrim. Qa punon kja plaka. E dalon? Të lumshin duart. E dalon? Po. Unë s'kam nevoj për asisen. Unë tanë jetën i kam pas dur të lori. As kam pas nevoj me ufshtet kuj asisen. Me forcat e mija i kam majtë fmi. Dhe sa ka kënë buri gjallë, me burë temi kena majtë si shokë. Betohem i heri fjallë, s'kena nërru njën me tjetër. Ja me thanë Arseni, e ka mytë babin. Qfar babet mas? Mi ka ra gru Shkop. Pa ngruja ti, më ka zërë mi thanë kuj. Mydhin hotel, edhe tha që ku shkoj kjo, edhe lejmëroj policinë se nuk i difton gjanet. Dojnë me mbra. Unë lejmëroj policinë, dojnë me mbloku aty, kishtë halaja me marë mu flok, me ja kishtë dhanë me flok. Me ba dip qashtë aja, adelia qashtë aja. Adenas. Ja kishtë dhanë vetë, po s'kam ditë gjo. Kisha shku ku dush me ba. Shkujnë atje në maternitet, 3 kilesh e 650 gram e kam linë. Edhe di kur ka linë e tanë, me thanë e që më ka adeptu në aneja, vjen keqë. Do rrënë që nuk hajnë o dita. E kam rritë, e kam ba një gjëq, për mu, nuk e du kur ma në shpiteme, se më ka thy shumë o dita. E dashur Saime, më lejon të të pyes? Po shpirt. Ju më thatë që Arseni është djali i vogël, i gjashti. Po. Po çfarë ndodhi mes te dhe Arsenit? Pse kjo marrëdhënia u thye? As një gjas kam pas me te. Ai është martu me këtë tjetrin, edhe kam shku, po ishte grye mirë aja. Grye urt, grye mirë, tha që dhe jetë. Kam respekt për te. Sa se edhe na, edhe fëmijët e mi, se unë jam nanë 6 fëmijë o dita. Po, e qartë. Edhe kanë shkuj, më kanë pritë, më kanë përqeve tanë. Se si që pune, se kur e ke i lërë fëmijën, nuk din që bëhet. Por, Arseni, sa vite... Arseni, kam shkuar për safat, që keni majnon, ja kur gja, nështë me kalimin e kosta, prap kena mu bashku. Arseni, e mirë, edhe ja tha, nusja, se shumë e urtë. Nanë tha, mësu me gjithë se e di ke zemër nane, tha, din po, një herë për një herë në da, 2 fëmijë si drita, u ba me këtë.
E Sadje, nuk po dashur, me këtë. Saime, po më tregon që Arseni me gruan e parë dhe me fëmijët ka jetuar në Itali. Po ma në Itali kam bledhë shtëpi bashkë. Por shkaku Kam bledhë shtëpi, kam shku në bile ju kam shu. 2 rrugica si nana majti. 2 rrugica i tapeti i bleva 2 gjana për shtëpi. I u që prej vetit, e u qua me i ba qepin. Për atër të nusës. por çfarë ndodhi? Qapatin nuk e di o dita, nuk e di qapatin. Ata shkaku i divorcit ishte pse Arseni u bë përdorus i lëndëve narkotike apo patën konflikt me njëri tjetrin? Nuk e di, nuk diftoshin me o dita, nuk diftoshin as njëni as tjetri. Por sa vite qëndroi martesë Arseni me gruan e parë? Pasha zotin, a i ka, vajzin e ka tash 12 vjeç e gati. A i ka sa vjetë që ja do, po tash ma i men me i zemër asun. Pra, i bie që Arseni t'jetë baba i 3 fëmijëve, 2 nga martesa e Po, parë? baba i 3 fëmijëve, po. Qa thote tash për kyçe, se kush e mëson s'digja, unë nuk jam gjenje me ba fëmijë dhe me, se më kanë tregos mu. Pa ta 2 fëmija, si ka ba me mu, me akuzohet grune parë, që si ka fëmijët me mu. Aja është gjyna, ka zotë të dita. Ka zotë, unë e besoj zotin. Kurse për këtë thët, jam jednu me të një javë thët zime ke ka ba. Ta e në marina më jo ditë. Këta e në marina. Atër, ma e ti mu shpinë. Për që me edhe në shpinë më? Erdhen këtu. Hargjole kani. Nuk ka problem, mos i kam lyp gja. Unë i kam krahtë e mi o ditë. Liftova, qa punoj. Për 4 ditë e kam bëj 100.000 lekë në plaka, 80 vjeç e gati. Ato dorezat, prodhon ato dorezat që përdoren për... Baj për furtar, që furët nuk mydhin kur. Unë kam punu tanë jetën për furtar. I kam pru dhe në Tiranë, i kam shu dhe në Durrës, me vajzë dhe me atë qenin, me Arsenin. Moshe atë edhe që e veç me majtë fmi, e me më pane i mu, e kam nanën, nuk mune me folë. E dashur, Nuk mune me folë, mu më njofin tanë. Unë kam punu jergane. Tanë jergane të shkodësh me tanë me përpaj, me këta durët e mija i kam qepë. Ma jergana, që ku e ka makinën qepse, te i makina qepse, edhe vajzëve ju ka manë zanatin. Te 3 vajzër janë roba qepse, punojnë shkelqyshe. Po tash, Alana, din se nuk. E dashur Saime, ti e nën, edhe unë jam nën dhe kuptoj që je lënduar shumë nga djali. Bo, Por, unë dua të pyes, kur filluan konfliktet mes teje dhe Arsenit? Do më thënë, pse u nuk kam zhndërrua? pas konflikte hiq me te. Këta punë kanë dalë mrapën. Por si, ti pa pritur e pe në emision që ai të ofendoj dhe të lëndoj? Nuk ishte ndodhur ndonjë konflikt përpara mes teje? Jo, s'kam pas asë një gja me te. Ja, mrapa më sa nese qa ka shkru aty, më thët, djali kunatit se në vdiq vajza, qa është bërë ime, se më dojnë fort fëmijët e kunatit, i kam majtonë jo dita. Fëmijët e kunatit tjetër, edhe mi ka caru e fëmijët. Ai mi ka caru fëmijët, ai s'du gjonë shkodër me ima, e ka shplatrunin për i drogët e që di. Por këtu desha të pyesja, ai ka probleme se është përdoruar si lëndë narkotike apo ka ndonjë problem edhe nga shëndeti mendor, se nuk është normal? Jo, s'ka problema, ai vetëm prej ashashit, as gjatë tjetër. Ashasha, droga, nuk e di qapin. E dashur, Saime, Urna zemër. kur ai u nda nga gruaja e parë dhe mori gruan e dytë, një shtetase italiane, ajo ka ardhur në shtëpinë tuaj Sadia, edhe Sadia ka folur, besoj e ke parë live-in kur tregoi që Tatja ka ardhe kena prite, ta në adin, si kemi pritja shkodrane ma, e kena prite, bile ishte e smur edhe kuja kena makaronat, në fyti meqin, ha me zemër, hajtë ma ja, do, që kena me ba, nuk ashtë i parja si funit, pa ja kështu. Me më prishi margjin e tanë fëmive, ja, shumë keq, edhe i margjin tem, unë po bëjmë 80 vjeqe. në momentin që ti e pe djalin tënd që doli në një studio, në një video dhe foli keq për familjen e tij, ti e telefonove, ke folur me djalin? Unë i kam bëhë blok me tane. Ati i kam bëhë blok me tane. As du me ani gjanin, gja mas ma gjetë, se jam nanë, prap nuk du me ma gjetë gja, se kam e keq me rritë si do mos atë voglin, Fatkeqësisht, problemet me drogën që ka djali juaj e ka çuar në këtë pikë që ndoshta gabon dhe lëndon familjarët e tij. Unë e kuptoj dhe këtë situatë, por nuk e ke marrë guximin të flasësh një herë me djalin, ndoshta Nuk po ftyrë marrë këtu. A i po ftyri ma çdo gjë.
kur shanë nanën e vetë, një nanë të nërshme, një nanë sinqert, një nanë punëtore, ke nuk shanë e. A i ka shak grunë që ka 2 fëmijë me te. Si do t'jetë gruje, jo që është një gruje në rume të betojme, në krytin e 6 fëmijëve. Ma gruje mirë s'ka ku shkon. Aja para që tash, a ka do aja a ky, nuk diftoj me i zemër, nuk diftoj. I qartë, e kuptoj, por e dashur sa ime, edhe fëmijët e tjerë janë prekur nga vllai. Janë prek me i tashi se desha me diftu. Ka marrë shadje, e i ka shkru vajzë vogël, i ka thënë, a mundën e ju me konfirmua me deklaru që është dhej jonë, pse me deklaru, na nuk kena kërku që nuk është dhej jonë, këta mani ka thënë vajzën. Për që, aja të shkojnë atje, kërkojnë falje të Odeta, aja me gjithë Arsenin, unë jam rritë pa bukë në bark, e kyte kam rojë gjithmonë. E kam punu me krahtë e mi. Edhe ala punoj Odeta. Qartë, e kuptoj. Droga pan gjithë qa, droga mytë nanën, mytë babën, mytë vlanë, mytë fminë, po i shef qa banjë. Unë të kam përballë në këto momente, i shikoj lotët e tu. Faleminderit shumë për e I shikoj lotët e tu, e shikoj dhimbje që përjeton dhe sinqerisht më vjen shumë keq që shikoj këtë gjendjen tënde. Të besoj 100%, por unë nuk e kuptoj që ai është fiksuar kjo gjë që ju nuk jeni nëna biologjike dhe unë prandaj të thash që së bashku me fëmijët e tjerë duhet të flisni për t'ia shpjeguar dhe për t'ia faktuar që ai është gjaku i juaj, është djali i shtëpisë. E kuptoj çdo gjë, po aq ma ka punu mushtaj, nuk e du hiç ma, hiç. Gja mos ma gjetë se jam nane, din ta që dhe jetë. Qartë. Pa se mi në shpirt e i fmi ma kur. Ky me më fanë mu i fjallë që se menoj kur, jaj, pas ma din kush i ka që dita. 2 vjetë që më ka lanë baba. Edhe veç me pytë në shatorë, kur shkojnë me lypë në i vajzë, më falë se pëtë mërsise. E kur është e mirë, thojnë, a din si është, si motrët e nuzoj drizit, kena metë atje, fjallë e mirë, që e në rritë me i nanja aty, ne ka fut në punë që i shdegje, ty la desha punë doshe, ty punu, jergane ty punu gjithësha, me jetu. Edhe sot, një ashtu kam punu, me qitë mu, s'ka lanë birë pashtu, Arseni. Desha të pyesja, në momentin që unë kam folur me nusën e djalit tuaj, pra nusën e dytë, shtetasen italiane, Sadjen, ajo tregoi një moment që kishte ardhur në shtëpi për të marrë një fije floku, për të bërë një analiza DNA-je, sepse edhe ajo besonte që nuk ishe ti vjera e saj. Me më pa thonë kisha shku në vetë me zemër, me më pa thonë kisha shku vetë. Jo më thorshin, më ke adeptu, më thorsha ty tala, ke adeptu, po kush ka thonë? Më ka thonë Ilda, që di që i kishte një notere, kush e di që si ka kënë puna, edhe i ka thonë e shkreta. U ti e adeptumja, ta e kanë marrë shablon. Nuk kam adeptu fëmijune, nuk kam pas nevoj me pa keni pari, s'kam pa fëmija, si shumë kush, edhe adepton. Pa kjo është 20 muj ka nërmjet me djalin që është para këti. Pra, Arseni ta ka thënë dhe vetë, që nuk je nëna ime. Po thonë Arseni, po thosha, hajt. Nuk e ke besuar, ke menduar që bënte shaka. Po. Por kur erdhi nusja e djalit dhe të kërkoi të jepi një fije floku për të bërë analizën ADN-s? Nuk ma kërkoj. Po, kena dash me ta marri fije flokut, tha djali, se më futen, Odeta është histori e gjatë. E merë nipin telefon. Edhe i thamë, kush është maj? Arseni, thët, që ka me nanë? Thët, a keme ma qunë e lek, se dojnë me mbratët. Si nanë, ma bire telefon këtu. I thamë, që ke maj nanë? Dojnë mbratët filani. Ma ka përdhunu grunë, se ty të ka ditu se kështë qitë aty. Po, në gjari rëndë që më të regoj. Nuk kam dhe po për lekut me prej biletet. Isha motrën të e me këtu se unë edhe arroj për momentin. I tha motrës, sa bëjnë biletet nuk e di, kam thët një 400 lirë, edhe unë i kisha një 300, me thanë drejten, punoj vetë. Marë të edhe shkoj, qoj djalin atje, i murit e motrë, edhe të mijat, sa bëjnë biletet, 400 po pensë dhe pensja falë asaj. As kam di gja, vetohem krytin e 6 fëmijëve, se ko ka prej biletet nuk kam di gja. Ne pja tha, telefonin asaj agjensis, ja dhe, se ko ka prej s'di gja. Dhe ta po mi bjen biletat. Si nana ma, po shkoj thaq.
hyp autobusit, biletat në dorë, ku je, merë dhe ti taksitët. Apo më qënë djetë një veni tash, po pa difton djali ku është. Ja nap telefonin, ishte kënë Sauk. Në Tiranë. Sauk në hotel. Në hotel. 53.000 lek vetëm taksi, pasha krytin e 6.000. Nga Shkodra në Tiranë, vajt e ti? Jo, në Shkodër kam pagu autobus. Prej aty kurin autobuzat. Terminali. E Tiranës. Terminali, e qatë. E te terminali, bravo. I tham një, a dën taksi po, i thash, pa nuk di ku du me shku, i thash. Ne i tham ati edhe plak, ma jo djeta me shkop. Me shkop kam shku, se me shkop jam. Se të kërkoj të shkoj e ti? Pse duhet të vije ti në Tiranë? Me a qu bileta djalit, se do të mi ik. E Si qatë. nana mo. Edhe unë i thet ati, se unë se di Tiranën, i thet ati në filan men, hajde, e gjetja i taksisti, fidh aty, do në më shku, thët, ku me nejtë, thët, një hotel. Nuk i pëlqej hoteli zonjës, jo thës du me nejtë, tu në prunet, fidh aty dikun, riqë risante. A keni hangër gja jo, tha, i qova dhe me hangër kanana aty. Ku hahet ma aty, që di që ishte janë një hotele që ashte, ja? Hangren, pas të shuta, tha me diqa, nuk e di, banen, gati 100.000 leka ja. Tavolina, se nuk ju dhim të tjerë sa nanë Arsenit. Ne i se ma, s'ka gajle. Prej aty, nuk e me shku sante, du me shku me nanë, se kam punit aqë. Ja, du me shku, edhe hotelin e shtova 50 euro, i qini kishte, 50 e shtova, vetë se u do të 3 net, pa 50 euro. Unë të shvjeta i natë, hajtë se fëmijët e mi janë. Edhe, marrë me unisë në nesër nuk lajnë, asë janë jasë tjetëri. Që ma merë mund telefonin e këtë që jam të ju folë me ty, ullet poshtë. Unë të ashtë dera, i thamë, Shadia, ku është Arseni? Aja mu, ma fut grushti këtu, ma ka të zidani, ne, unë e kam pa foto. Wow. Edhe më tha mu, ullu the, putanë, me më thamë Shadia mu. Nusja e djalit? Nusja. Edhe erdhe Arseni, thiri policinë, unë ullë atë në divan, të i qajtë. Erdi policia, shku me atje tanë bashkë. Kështë që kanë folë, që kanë ba, mrapa thej, ja ma i përkryt fëmime. Unë zvras një zëpë, ja me i ra, nusë e shkop. Aja mullu tha, i tha Marcenit, mra, nuk të ka rathet, nuk e besej se të ka ra. Mra sati i thash, ma atë se du me shku shpiu, më s'ka marrë. Unë erdi unë i mova, tha që ju. Po tani ti shkove t'ju qoje biletat, ndëti një natë në hotel me ta dhe ata të dhunuan dhe të kyçën në hotel? Pa doshin pa. Nuk kishte ati bileta, po kishte mas 3 ditve, si ju gjeti bileta tjera. E qartë. Edhe unë shkova, ju qova biletat, ju qita edhe me hangër, ju pagova dhe hotelin, me lekte e plaks. Edhe ne nesër nuk doshin me mlanë me ikë për Shkodër. Por pse? Ky djali malë, Pse? se ky bëm shumë për mu i shkreti. Nane i të jarë, nuk mujsha me i thanë, edhe kaqë. Erdë policia krujsh, shku me atje se qa kanë folë nuk digja. A i polici shkreti njënin puthi këtë në kry. Thëtë mos në mërzit me nanë, thëtë se sa janë i kështu si ti. I thot që rëzik kam unë me artu. Gjysh rukës, me në telefon polici, zoj thëtë he, ne pe biletat të të ati zotnisën për qedhen me policë mu. Deri aty dhe me mbu vunin dhe makinë për Shkodër. Sa ime të lutem, por pse të dhunoj nusja? Do më thënë, ti shkove... Nuk e di, do të me majtë aty se zban. Unë i thash nuk mund të rrise, edhe kam punë dhe bajnë marat të tjerë. Po kush ishte... Kam djallin e kam nusen. Kush ishte qëllimi tyre që të doni të mbani në hotel? Nuk e di, e që kanë pas qënim veç me marri fije flokut dhe me pa deputimar. Qa di unë që kanë dërë? Do më thënë, kanë organizuar të dy së bashku që të meni ty në hotel? Qa ishte aja punë. Për të marrë fijen e flokut që të bësh analiza ADN-s? Qa ishte aja punë, po. Po kjo Mosë ne, mu më buni polici një makinë, nga dhe dore, në falë të zojta se plak me ti, e u drithësha. Kur kam shku të policia unë, kur me më shku djali mu. Sa ime, mua po më shokon me këtë histori, ata nuk ma të rëguan këtë histori. Një historia, po zemra e nënës, sa ja do është po ahirë me qiti është, e me denencu, qysh atjerë, edhe me heksysh, me gjithë sadjen. Ajë zemra e nënës, s'ka gajle, dhe e kam tipin që jam shtu false, shumë false, nuk di si me të shpjeku.
E dashur Saime, nga i moment që ndodhi në hotel, ti nuk je takuar më me djalin dhe me nusen? Ja, s'do që mund taku, me më thane e mu, mas më ban me thane të ashtë copë lavire italiane, me më thane mu, putani. Turp. Ja, dita, s'ja fali kur. S'ja fali as djalit tem, as asaj s'ja fali. Se jam një nanën e rume, një nanë e kushtume për fmit, një nanë që kam vje keq, një majtë fmit. A i që më thoi shoqet për këta, hala punën dorca, po. Që kena punun, po unë edhe më ka vetë kja zanada, di. E qartë, Po, ta punaj hala. E dashur Saime, unë sinqerisht u shokova kur fola me Arseni dhe Sadin, kur ata më treguan që Sadia ishte përdhunuar në Shqipëri. Edhe prap ka ardhe. Prap ka ardhe. Se e kam vajzën, e kam pashit se vajzën e djallit aty. Po më thot vajza që i tha, më tha polici, qa ke nevoj? Mas më nejt afer. I tha, nuk e di sa metra mi nej lërë kësaj nansta. E ka ardhi këtu, si me dashtë me qëllim mu nga tru me ne. Pa unë ja kam shlu Zotin e. Unë jam besimtare të Zoti edhe Zotin ja kam shlu. Po më thot Mesa, a din kush më ka ardhë dyqan me nanë? Kush ka ardhë me? Ka ardhë Zot, aja Sadia tha me gjithë një grut mlume, ka kënë bajra me nështë, se kur kanë lek janë si gabel t'i hargjojnë anë ekni, kur s'kanë lek kredin të i lypë. Shite shpinë ti, me shite shpinon, e me adhan lek Arsenit. Jo, unë jam nanë 6 fëmijë. A shi qa bajnë, një shesin e i mesin qesin nanët jashtë. Unë kam 6 shqyqyrë, nuk ri jashtë po. Edhe më dojnë e respektojnë. E dashur Saime, po Arseni ka kontakte me 2 fëmijët nga martesa e parë? Nuk e di, veç me trajnë, s'ma mërë menja. Edhe i këtë për të thëmë, ka kalu kë djali dytë, edhe i ka taku. Më ka ba me qavë dita, i kam thanë fëmijët, mora gjë e ke greta rumën e babit. Se unë isha atje kur shkoj kë, me pa i shok në spital as dike, në të nanë du me shku, po mirë, takova thë edhe atë vajzën e Aronin, thë edhe zdi që e ka vajzë harrej, tash nuk më bjenë nërmen. A i lisin. Vesa. Edhe më tha djali, thë, ati po troku dhe herë se ke Aronin e babit. Pa Arseni ka hinë gjyna që s'ja fala zote me atë grune e parë, atë difta jonë ty. I ka lakmu kësaj se kja ka pas lekja, Sadje. Thot këse unë zdi gja, nasi kena pa gja. Vesh se kam pa. Ja kena majt vajzën e këtu dhe me shku mua për kry, do ja kena majt 6 javë. Edhe bebelinat e vajzë ja kena ble. E la vajzë kisha vajzën këtu, ju punot e natën të i furë bukit që ka kry për mësuse, po nuk ka gjithë punë kur. E këtu e kena afer i furë bukit, e rritë e ta natën, e ta ditën me vajzë të Arsenit. Shkunen për 5 dit, e na lanin vajzën. Edhe kur erdi s'keni marrë, tha me kërku lek të bebelina. Po i ka ble kleti, marrë i thash, për vajzë. Pak të lek të bebelinave. Ju kishtë dhanë edhe kja do lek një 150 euro, 150.000 lek. Na duhen, me zi e dhanin. Ju vajzën e Arsenit nga martesa e dytë e keni takuar, sa vjetë që ka vajtur? E kena taku e ka muajt 1 muaj në Bilipoj, vajzën e Arsenit. Sepse mënyrës se si ju po më tregoni jetesën e nënës dhe babait, pra të Arsenit, ai fëmijë bie të jetë në rrezik me 2 prindër të droguar. Nuk e di. Dhe kjo është një fatkeqësi. Aja ka dhe nanën e babën e, se ka shku ky malli kur ka linë kja vajza, ky që është para Arsenit. Ka shku për që lini kja, din hajtë me bo qepin vlautë. Nuk mujta me nejtë nanës dhe ata të era ashashta, ka që e ka i djali dytë. Por, sepse Sadia më tregoi që prindrit e saj jetonin në të njëjtin pallat, por ajo nuk kishte kontakte me ata, ishte zënë. E pra? A e Sadia zëhet me tonë. Ju me Krushit italian nuk keni kontakte, nuk i njihni? Jo, ma e si njofim iq. Si njofim iq. As që du me i njoft. Per atë vajzë që kanë bata, pa ve ynyret, pa ve respektit. Nuk i du iq. Me më thane e mu, pse e ke Anisën ti, në WhatsApp, për nusën e parë. Po e kam ma Anisa më ka respektu, dhe sot më thot nanë, Anisa. Nanë më thot. Ta manë vajzë e mirë, vajzë e dukume, vajzë prej shpis mirë, po djali jem s'pati men për dita. Djali jem plevi shpi, e u rahatu, e kishte miqët një aty një shpi, kynë ka të parë, ata në ka 3,
edhe e një moshin e tana. Po djalit tem nuk ju bate qefi. Kur? Tash le t'i bate qefi me Sadin. E se du iq. Keq se du. Me shale nanin, me shale vlan, me shale motrën. Ja. Nuk i kam fmit, i kam mrekullushen fmit. Punojnë, shofin punën e vetë, as më jam gatru me kena, as më kanë basha matas, në përburgje, as kur që i kam pas. Jam munu, Qartë, ta kuptoj. manë majtë afre vetit. Unë do bëjt pa mundur të lidhe me Arsenin dhe Sadjen, dhe sigurisht kam dhe unë disa fjalë për t'i thënë Arseni si një nën, sepse më erdhi shumë keq që sot të dëgjova aty. Mi ka ra telefonit dikush, po nështë edhe i ka ra, po ishte kështu që i tojnë këta shkonoshuto. Po, privat. Po unë nuk e hapa, se thash mos ashtaj. Per mu, as nuk du me dit hiq për te, veç inshallah, nuk e gjenë gja, ka që tam, inshallah ka jetën. Per tjera s'du me dit për Arsenin, as për Sadin iq, vajzër se pa fajshme, se a gjuna. Po per ta s'du me dit gja hiq. Jam se i me drama, për mu pyt tanë shkodem kush jam. Ta njerëzit ma ekon kapelje më respektojnë, djali jeme më qitë bishta mu, jam ajo dita a gjuna. Saime, i ke vënë një gurë zemrës dhe atë fëmi e ke, le themi, i ke zënë derën dhe nuk kërkon që ai të rikthehet. Jo, nuk e du. Nuk e du me ardhë mu ra me tjeta, jam e shpirt, nuk e du. Me mra bjushti këtu, ma ka qia, ja që ju kam tiftu fëmive. Vetëm saj musër që e kam shpi, kam tiftu. Kam ullë kështu, zeshë qulli. E kam shku, jam vizitu, se edhe prisë resit u banë e likë, dhe kja semi e zemërs. I tha mu që keme, kur gja i tha që jam bra. Dhe i thanë, në para nusja, s'ke ka dhe kja e mire, din, që janë mua pitet. Jam bra, dikun i thash. Dhe du i laqe, pa prap, por më vjen ermen tanë natin, jam e shqetsume. Po, të besoj, se je nën, si do që të jetë prap zemra të dhëmbë, edhe pse je prekur, je lënduar nga Arseni, zemra të dhëmbë sepse e ke sjell ti në jetë, e ke mbajtur 9 muaj në barkë. E kam bë vetë edhe e kam rrit vetë, edhe diftova çka kam hek me rritet Arsenin. E dashur Saime, Me shpirt. kërkon të japësh një mesazh për Arsenin dhe Saden dhe unë do t'ju përcjell sapo të flas me ta? Ja, nuk du ashishen. Ashishen s'du. Ja me shpirt, faleminderit shumë, je shumë e nderuar, të respektoj për kryt fëmijëve, edhe i njeku emisionet tuja, të respektoj, po unë nuk du as një mesazh për Arsenin. Arseni, trinë atje ku është, mirë është, inshallah ka jetën, nuk ja du të keqen, inshallah e shof mua mirë se ta ndyrnjan, po unë shpi teme, me fol me të s'du, ma ka prish o ditë, se s'jam qarë të nane të dita. Ti nuk njët mu, veç me ba me shku në shtoj atje, se unë jam pot Goriqane, prej shtoj tjetër, nanen e kam pas prej Sarajevet, babin prej Jugoslavije, në në rritë aty. Ta njerëzit flasin fjallë më të mira për ne, edhe këtu. Ta njerëzit fjallë më të mira. Arseni me por për nanin, dhe djali punatit, kështu thët më tha Arseni, ti i tha, si më njef mu, jo më ime në dona fortët, se ime pa më thirë që njime gjithmonë, fite punatit. Se dhe ty një pa di knane e baba shkretve. E dashur Saime, në një farë mënyrë edhe mesazhin për djalin, qoftë mirë, por në derën time mos trokasi më. Nuk du me ani të keqen, që djali jem e kam bajt në muajnë bark, po më bërshi se të taj më ka adeptu. Unë u dita s'kam pas nevoj me adeptu fmit. Edhe me deshtu fmite, nuk kam deshtu kur. S'kam prenu me deshtu. Kur? Mi i fjallë që kam kënë të aman një nani për kushtume për fmi, edhe regull. Ju besoj keni qenë dhe jeni një nën heroin, më vjen shumë keq që je lënduar nga djali. Por unë uroj dhe shpresoj që djali juaj Arseni të kthehet në rrugën e mbar dhe të logjikoj dhe të kuptoj që nëna është nën dhe mos braktisi fëmijët e tij. Uroj që ai një ditë të kthjelloj dhe ta kuptoj këtë gjë. Faleminderit shumë për idetë. Pa për mu Arseni, unë e kam lanë me gojë edhe me dek, nuk e du këtu. Ju kam thënë 2 fëmijëve tjera dhe 3 vajzave. Nuk e du. As me vu dorën të arkivolli jem nuk du Arseni. Se më pa fyrë anë. Më ka fyrë anë dhe ta nuk jam ashtune.
Unë të falenderoj që më telefonove dhe ishim të dyja folëm gjatë ditën e sotme dhe ti më shpjegove me fjalë zemre të një nëne historinë e djalit që fatkeqësisht është i droguar dhe të gjitha veprimet që bën janë të pahishme për familjen tuaj. Uroj që ai të zgjohet dhe ta lërë drogën dhe të kthehet në rrugën e mbar. Unë të përqafoj dhe të puth nga Tirana. Faleminderit shumë për ti je shumë e nderuar të marrësh atë keqen tëme. Të falenderoj. Shumë faleminderit edhe për ti, trujt Zoti i pashmërit. Shumë faleminderit. Shlet zemër, shlet. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë video. Unë falenderoj që ndruat me mua deri në fund të këtij live-i. Nëse edhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live më odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëjeni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live ora 10 me këto histori reale njerëzore. Faleminderit që më ndiqni, faleminderit që më komentoni. Takohemi nesër. Mirupafshim.